Një mbrëmje letrare muzikore në kujtim të 125 vjetorit të ndarjes nga jeta të rilindasit Naim Frashëri u mbajt mbrëmjen e së hënës në Kullën Veneciane të Durrësit. Trupa aktorëve të teatrit Aleksandër Mojsiu, por dhe dy emrat e mirënjohur të skenës shqiptare Yllka Mujo dhe Ndriçim Xhepa, interpretuan para publikut të pranishëm disa nga poezitë më të njohura të Frashërit, të cilat janë pjesë e fondit të artë të letërsisë kombëtare shqiptare. Përveç se jemi për vjetorin e vdekjes të këtij shkrimtari kaq të madh që e ka dashur kaq shumë atë dheun e vet dhe që ka folur gjithmonë për emrin e Perëndisë, dhe i ka thritur njerëzit të ndërgjegjësohen se çfarë është atë dheu, se çfarë është dashuria për atë dheun, për hymnet dhe lavdet që i ka thurur këtij vendi. Është vërtet kënaqësi që të lexosh, të recitosh vargjet e tij, aq më tepër që kemi një farë kohe që nuk e kemi recituar. Ajo është kënaqësia që gjendemi në këtë torë veneciane, që është vërtet ambient i shkëlqyer, tepër i veçantë dhe që i takon që ketë artistët brenda. Është dita e Naimit, të madhe të poetit tonit, dhe kënaqësi që lidhemi bashkë me kolegët e Durrësit në këtë mbrëmje të këndshme poetike. Përkujtojmë sot 125 vjetorin e vdekjes së Naimit Frashërit, poeti i cili i dha shpirt gjuhës dhe identitetit shqiptar. Është një mbrëmje mjaft e bukur, një mbrëmje mjaft kulturore kur ndërthuret muzika, arti. Për profesoreshën e asociuar Rovena Vata, Naim Frashëri është një nga figurat qendrore të rilindjes son kombëtare dhe përkujtimi për vjetorit të ndarjes së tij nga jeta është një homazh që i bëhet këtij patrioti dhe autorit shqiptar. I dha zë Shqipërisë, i dha zë shqiptarëve, i dha zë gjuhës shqipe dhe askush më shumë se sa Naim Frashëri nuk e deshi Shqipërinë, nuk e deshi shqiptarët dhe nuk e deshi gjuhën shqipe. Më them që konsiderohet si një ndër shpirtbili i gjuhës shqipe dhe i vargu shqip, por mbi të gjitha me mesazhet e tij për jetën, për moralin, për letërsinë, për Shqipërinë, për historinë, për mitin, për estetikën, dhe Naim Frashëri janë të jashtëzakonshme. Në mbrëmjen letrare muzikore u ekspozua dhe skica e rilindasit të madh, e realizuar nga drejtoresha e Qendrës Kulturore Durrës, Alketa Tragaj. Naim Frashëri lindi në vitin 1846 në Frashë të Tërpërmetit dhe u nda nga jeta më 20 tetor 1900. Veprat e tij, Bakti e Bujësi, Historia e Skënderbeut e të tjerë, janë testamenti që Naim Frashëri i la vendit të tij Shqipërisë dhe përmes tyre ai identifikohet si poeti ynë kombëtar.